Deputetja Erisa Xhixho njëkohësisht nënkryetare e Partisë së Lirisë tha se fushatën e Partisë së Lirisë pavarësisht se është i izoluar e drejton Ilir Meta. Ajo tha se kushdo nga Partia e Lirisë është në terren në mbështetjet fitore së koalicionit opozitar. Fushatën e drejton presidenti i Partisë së Lirisë ashtu siç drejton të gjithë partinë, edhe pse është në izolim ekstrem, ndërsa në terren jemi të gjithë njësoj, duke punuar për fitoren, pavarësisht gradave që nga antari më i thjeshtë deri te antari i komitetit drejtues, antari kryesisë dhe të gjithë të tjerët. Bashkimi është tek Ilir Meta. Pra të gjithë ne dhe këtu po flas për ndjeshmërinë që kanë treguar mbështetësit për themeluesin e partisë për guximin që ai pati për të garuar në një listë të hapur edhe pse ishte në izolim ekstrem, tha Xhixho. E pyetur nga Jyri Njëzëllbenja nëse është djali i Ilir Metës që po drejton fushatën në terren, Xhixho tha se fushatën e drejton vetëm një person dhe ai është Ilir Meta, ndërsa Besart Meta ka rolin e çdo antari tjetër dhe çdo qytetari që mbështet Partinë e Lirisë dhe koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Besi është një njeri i shkolluar që është rritur në LSI dhe në Partinë e Lirisë dhe padyshim që Besi bashkohet me kauzat e Partisë së Lirisë. Ai ka qenë gjithmonë aty, por është emocionuese pasi ai është në mbështetje të babait të tij përballë këtij regjimi. Besart Meta dhe çdo qytetar sot padyshim janë në mbështetje të presidentit të Partisë së Lirisë Meta, por edhe të kauzës së opozitës. Për të votës për zotin Meta, ne kërkojmë votën për koalicionin Shqipëria Madhështore. Shqipëria ka domosdoshmëri për një rotacion, për taksa më të ulta, për mirëqenie për qytetarët, një model të ri ekonomik dhe për zbatimin sa më parë të programit të koalicionit opozitar, tha Xhixho. Jo më larg se sot kishim disa materiale të fushatës së zotit Meta që kërkonin miratimin e tij për t'i afishuar, postera dhe materiale të tjera, por nuk na u lejua t'i prezantonim. Izolimi nuk ndodh vetëm në takimin me lidershipin e partisë dhe deputetët, por edhe në këto gjëra fare të thjeshta që nuk paraqesin asnjë rrezik, vetëm për ta izoluar në ekstrem dhe për t'i pamundsuar fushatën zotit Meta.